Pas zhvillimeve të fundit në skenën politike shqiptare, Koalianca për Shqiptarët nuk është më pjesë e koalicionit Vlen, me çka u shfaqen edhe shumë zëra në opinion për orientimin e ASH-s më tutje. Ka folur sot lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, i cili ka deklaruar se me Arben Taravarin ka patur një bisedë të shkurtër telefonike dhe asgjë më tepër. Ai tha se ata si BDI janë duke ndjekur të gjitha zhvillimet, por jo personalisht ai, për shkak se, siç tha Ahmeti, ka detyrim ndaj platformës, programet dhe angazhimeve që janë caktuar. Me rëndësi është që politika shqiptare tjetë konstruktive në Maqedoninë e Veriut, të jetë ndërtuar mirë, qëndrimet e Bashkimit Demokratik për Integrim jo njëherë i kam publikuar që me angazhimin e partivet politike në Vlen në ekzekutivin e Republikës së Maqedonisë së Veriut e kanë devalvuar dhe poshtruar shqiptarët e Republikës së Maqedonisë. Thirrje në vazhdimsi u kemi bërë që të braktisin institucionet, të mos bëhen pjesë poshtrimit të shqiptarëve. Ahmeti tha se si duket nga të gjitha zhvillimet e raportet që i vinë atij, Taravari e ka kuptuar që pozitat e shqiptarëve në ekzekutiv janë vetëm të një argati, ndërsa përsëriti kërkesën e tij për zgjedhjet e parakohshme parlamentare që të mbahen bashkë me ato lokale. Uroj që edhe të tjerët ta kuptojnë. Jo njëherë e kemi konfirmu, ne nuk zaventësojmë asnjë subjekt shqiptar në qeveri të Republikës së Maqedonisë, ne jemi për të zgjedhje të parakohshme, të jashtëzakonshme, bashkë me ata lokale. I pyetër nëse ka mundësi që Zjadin Sela të largon nga fronti evropian, tha se këtë zëra dhe slogane i dëgjon që nga përfundimi i zgjedhjeve parlamentare të vitit të kaluar. Megjithatë, kreu integristëve tha se me Zjadin Selën është në kontakt të përditshëm dhe janë në rrjedha të situatës politike.